Hello. Hello, how are you? Nëse nuk do ishe bërë arsimtare, çfarë pune do kishe zgjedhur? E di që unë kisha qef për oficere. Doja t'i bëje njerëzit zap. 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 Ke një amaneti? Kisha amanet. Edhe ja kam lënë kësaj shoqes amanet. Çfarë amaneti? Shishi, po anglishtën ku e ke mësuar? Atyre, që kam mësuar. Mirë se vini miq në Real People. Takojmë bashkë në episodin e radhës në një ndër vendet më të bukura në Shqipëri, po dhe në botë, në Kalan e Beratit. Kjo kala ka shumë histori, po mbi të gjitha ka mbajtur në rrethe qark mureve të saj brenda, pra në zemër të saj ka mbajtur njerëz të vërtet, njerëz të cilët kanë patur shumë histori për të treguar. Sapo futa makinën time këtu, edhe isha bashkë me çunat dhe me grupin e xherimit, dëgjova një të bërtitur të fortë. Si ishte? Flori! Dhe është Vasilika. Flori! Do takoj Vasilikën, që është personazhi më i vërtet mu në hyrje të Kalas. Do çohesh apo? Jo, do çohem se E pra. Si e Vasilika? Mirë, si duke. Si ke qenë? Mirë, jasho. Dëgjoj, Ashtu kështu. ç'ne një herë që ishe këtu në prit? Të them të drejtën o dha plerat, Aha. edhe po mos këthem që këtu zbet. Këto i ke gjitha mikeshat e tua, shoqet e Këte kam tua. shoqet ngushtë. Shoqet e ngushtë, ha? Këte kam komshi. Aha. I përshëndet turistët? Po si, unë jam mësuar me turista me grupe, 50 kisha tani do vim prapë. Prandaj thash, isha në më dyshje, thash, ta nis me njeriun që ka pritur e ka përcjell më së shumti. Me gjitha të pat e fat që më takove sot, Pse? se unë rria te Gladiola, nga që u sëmura, isha në ashu me mjekët afër. Gladiola është e bia. Edhe u sëmur Vangeli, edhe erdha, a i qante për gruar. Kush qante për gruan? Vangeli, më donë të afër se kam 2 muaj. Larg burrit, ë? Po vija unë çdo ditë. E shikoje. Vija. Pse e merrte malli për ty? Po Vangeli? s'bën dot vetëm, ja. Po e merr mallin e kemi 55 vjet marrë. 55 vjet. Ku do shkojmë çik? Te Në një shtëpia. shëtitje, shkojmë te shtëpia. Po si thash as Vangeli, ai kam nga kjo dorë. Nga cila dorë? Nga të duash ti? Vasilika, Po, pa veshë. nuk lodhesh duke pritur njerëz? Unë tani s'ma marrë pjesë, se Gladi ka marrë punëtore, Po. edhe nuk lodhem. Tani shtëpia jonë ti e di sa është. Është e madhe. Po, Thuaj haj këtyre. hi. Hello. I përshëndet që të gjithë turistët? Po, Thuaj edhe këtyre të tjerëve. hello. Hello, how are you? Shishi, po anglishtën ku e ke mësuar? Atyre, që kam mësuar. Që kam mësuar. Ku e ke mësuar? I përshëndesim dhe këto zoja, se këto shqiptarët si përshëndes kem duket fare. Unë takova. Ë? Unë i kam të përdi. Time, dashi! Pse i ikën time? S'ka burra jo. S'ka burra. Vasilika. Ka vetëm quna. Vasilika, si ka mundësi që je kështu, ti kaq energjike, kaq e vërtet? Kështu kam qenë, unë temperamentin tim kështu ka qenë, edhe kështu do iki. Kështu do jesh për herë? Sa vjeç shkove, Vasilik? Unë 78 vjeç po vetë. Oh, wow. Vangeli 83. 83 Vangeli, ë? Ki ka 78. Ku ke lindur ti, Vasilik? Unë kam lindur në Kuçov. Pse ti je vajzë Kuçove? Unë jam vajzë përmeti, origjina. Po kemi jetuar dhe kemi lindur në Kuçov. 2 motrat në Berat, të parat, pastaj ne të tjerët në Kuçov. E ke patur lidhjen me përmetin apo asnjëherë? Nuk është se Po, e ke. po. E ke patur lidhjen me përmetin, ë? Unë s'para vija, pa ato të tjera të vend. Po pse nuk e shkuar? S'kam shuar.
Ja, kushtet. Shtëpi të mëdhaja, me tërë ato punë, 2 fëmijë u bën shpejt, mbas 10 vjetësh bëra tjetër, pavarësisht se kisha një vjerë zonjë, edhe sidomos vjerin e kisha, i rrallë. Vërtet, I rrallë, i zgjuar, inteligjent, merrte vesh Florin nga të gjitha, dinte tërë artistat dhe këngëtarët e botës. Dinte gjeografin, ekonomin e çdo shteti. Kur të them kështu, i shkëlqyer. Edhe njeri shumë i dashur. Do me thënë të kanë pritur mirë në shtëpi kur erdhe nuse. Po. Shumë mirë. Pavarësisht se erdha një qik me barë. Qa dhe vë thëmë se ti erdhe 7 zënë, 7 zënë. Po si ka mundësi? E njohe Po ja, dondet më merte, aji dhe ma punoj. Dhe të la me zorë? Jo, me zorë, s'ka me zorë. Të la? Qa me zorë edhe, rrire se i nëzirti e diu. Shiko, se do të nalim edhe tek dashuria me të. A, pika. Se njeriu nuk ka histori Jo, pak dashuri. Unë nuk them, i thonë 55 vjeç, ka vite shumë të lumtura, ka dhe tani se mosha bën sajën. Më thuaj në qikë, sa shpesh i ke parë ti këto lagja? Që kur erdhe këtu? Sa vjeç erdhe ti në Kala? 22. 22 vjeç. Ti linde në Kuçov. Gocë përmeti, prindrit të shkolluan dot, apo? Jo, punëtor. Ishim punëtor, Pa. Sa fëmijë keni qenë? 8. 8 fëmijë? Pa. Ti ke qenë? E sata? E 4. E 4-ta? Tani dëgjoj, Flori. Ne ishim të ndarë. Gjysma ngjante nga babi, dhe gjysma ngjante me maman. Edhe tani na vdiq një motër, ne? Ajo ishte e 3-ta. Mirë po, dhe vdiqa unë para saj, po më thanë se ke radhën ti, do iki kjo tjetër. Iku ajo, unë shpëtova, Shpëtova, Flori, e di pse shpëtova? Se Qupe Gladiolës, mbesa ime, merte diplomën atë ditë. Gladi u nisë për në Poloni. Unë zoja ta merte vesh Gladi. Edhe, kur mora vesh që Qupa doli e shkëlqyer me diplomë 10, doli shkencëtarja i gjyshit, thash. Se ka marrë një dek shumë të vështirë. Çfarë deke? Nuk e di, unë inxhinjeri për këto mjetet spitalore. Dek shumë e vështirë, po ajo doli me sukses, shkëlqyer. Edhe thash, do vdes e qetë tani. Çfarë ndodhi atë ditë? Atë ditë, po ma fosja me vajzën, që kam në Angli, edhe u kuputa miku fryma. Ra celulare dhe Qupa tha iku ajo, s'ka karikim. E kuptoj, ra bateria. Ra bateria. E se si kam vajtur në dhomë, dhomën time, isha shtritur në krevat, pa ndjenja, pa gjë. Wow. Kur Gladi ishte në aeroport, merë telefon afër ditën atë shoqen time, flet me Marcelën, i thot Marcela, shiko, Vaskën. Kur vemi të dyja me mondën ato, me gjenjë shtritur në krevat. Ti ishe pa ndjenja? Pa ndjenja fare. Edhe vinë ato, me gjejnë mua, me veshin, me bejnë, da i më rojnë kunatën time që ka mjekë, se ajo riposhtë. Po, ti ndërkohës ishe përmendur ende? Jo, më vishnin këto dhe monda më shante, si fleti lakuriq. Vërtet? A shu flenë. Nuk fle me roba, me këmishnata, bijama. Fle lakuriq? Samir, edhe unë fle lakuriq. Po s'fle se sfrutullojsha do të më shikosh, isha berë një kuntal unë, po. Rash. Po kur e ke mundësi, pse duhet flesh me roba? Jo, kur e ke mundësi, po sfrutullojsh do tërë, nga shëndeti. Edhe vjen Leni, më vë atë
tensionit, s'lëviste tensioni. S'kishe tension fare ti? Fare, edhe puls nuk isha. Me vrap urgjencën, po urgjenca janë të lidhur me ata Tiranës, janë në sekond. E vuri dhe ajo atë, s'kisha shpejt si do na vdesi rrugëve. Dhe të ka ardhë ambulanca deri këtu në Kala? Deri te shtëpia. Wow, ç'kishe patur, zemër, tension? Shikon, unë kam hequr Temsin Po. para 15-20 vjet, nuk e di. Po, Edhe tërllumrat nuk kanë shkuar në kanalin, se kanalin e kanë denat atë po, të tëmthit? të Temsit, po kishin mbuluar mëlçin. Wow. Se i prodhon pankreasi dhe Dhe ti praktikisht zëre se t'ishte toksikuar mëlçia. Nuk ishe ndjer asnjë simptom ti asgjë? asnjë gjë. Po asnjë gjë, s'kishe pas një problem, një Jo, dhimbje, një kisha gjë. këtë, jo, dhimbje kisha stomaku. Kishe dhimbje stomaku? Kisha një dhimbje stomaku. Por nuk e dija nga- kuptoja. Po stomakun unë s'kisha vajtur kur në jetën time. Edhe thoje ndonjëherë është dhe mosha. Piva një sodën kështu, edhe mu bë mirë. Kur më përsëri ditën tjetër. Ditën tjetër e bëra gati sodën, edhe nuk e piva. Ma quan atje, po Flori, një mjekim intensiv, sa ti se merë me mend, sa një infermere ishte në prak pensionit, tha, u bëra kaq, tha. Ishte një karton, kuti kartoni, një me një ishte ajo, e thellë kështu, mbi një pëllem, vetëm me gjërpera. Vetëm me gjërpera. Se një natë të tërë edhe ati morën isha para? Kush? Këta mjekët? Ja, Nuk dhe gjë, ë? se që ka bërë qupa i me anglis, ata e di ajo. E kuptaj. Po kështu të thonë ty na jep në një para, s'ta bën. Ja. Sa e ke pensionit ti, Vasilika? Unë të dy me Evangeli marim 800. 800.000 lek. Shumë mirë. Mjafton për t'jetuar një çift mosha juaj? 800, dy veta që jemi ne, është e mjaftueshme me ilaçe me ima. Çfarë ilaçesh merr? Për çfarë problemesh? Unë se kam pësuar një më përpara, ta kam thënë unë. Trompoz në sy. Miku drita e syrit fare, bebja u zhduk. Wow. Se mbaj mend këtë. Ta kam thënë. Kush ishte personi i parë që pe? Jo, për të parë s'kam pa njeri. Për të parë nuk kam pa njeri. Nuk pash njeri se isha kështu, vetëm që lëviza syt. Po? Po mirë, trup e gjera nuk lëvizja Cili do. ishte personi që të mori malli? Që më mori malli. Po. Djali. Djali, ë? Djali një për dhe mbesa. Djali me erdi, jo një erë dje me iku, 2 erë me erdi. Flori, Tani, e përpara di qam ka knaqër kjo jetë? çfarë të ka kënaqur nga kjo jetë? Se vërtet jeta ka të pritura, të apritura, Patjetër. ullje dhe ngritje. Por, unë kam patur njerëz të familjes shumë të mirë, kam patur konata shumë të mira, edhe gjithmonë kam patur marrëdhënie të mrekullueshme. Me të, Po, s'ke nuk patur asnjëherë prizgoju. një zëng? Nuk prishgoj. Po pse thonë që kunatat janë të vështira? Të vështira, Janë të vështira, ë? janë të vështira. Janë të vështira, po varet nga njeriu. Një duhet jetë Tolerant? tolerant. Kush ka qenë tolerant, ti apo kunata? Unë shumë kam qenë tolerante. Ti ke qenë shumë tolerante? Shumë tolerante. Si t'ja bëj unë për shkakun, nuk toleroj dot. Apo vjen me moshën. Duhet vesh te psikologu. Duhet shkoj ta bëj një takim atje? Do vesh. Ti s'toleron? Jo. Në të pëqenë dhe atere. Toleroj, a? Jo, nuk, jo, që i ke nga puna? Jo. Ti më Unë shkruajte gjeve. atëherë kur ika nga Po, puna. Më the pse ike. se i ke po unë të shikoj, pa pasaj, me ka ishe ti atje? Me Rusin? A e ta punojt? Po i kam shkruajtur asaj. I shkruajte çfarë? Ja. Bere gabimin që hoqe Florin, se unë po të shikoj dhe me atë muqon, qa ishte ai, qa i quanin atë Big Brother, që punonte. Po? Edhe atë nuk donte ta mbante. S'donte as atë? As atë s'donte ta mbante, sepse donte ta bënte vetë atar. Edhe këtë i kam shkruajtur. Dhe si përfundim?
E si përfundim, ajo s'më bëri asnjë përgjigje, s'më dha asnjë përgjigje. S'të ktheu përgjigje? Ja. Më thej që ishit 8 fëmijë në familje. Po. Prindrit ishin të varfër, se në atë kohë nuk Jo, është se nuk kishin... mund të them se ishin të varfër, se mamaja mamije, babi punonte në naftë, Ja, po mirë. kishin babi kishte rrogë të mirë. Po. Ne ishim dhe me diferencë. Moshe, çdo gjë na plotësoi. Kush ka qenë pamja jote e preferuar nga Kalaja? Ku? Pamja e preferuar nga Kalaja, cila ka qenë? Pamja. Tani janë dy ashtu. Është Çanaku aty, që shikon pjesën përpara atë. Është edhe andej që duket Gorica Mangalemi. Gorica dhe Mangalemi. E prisja në një ditë që do bëj Berati kaq i famshëm për turistët? Patjetër. E ke menduar, ë? Po, qysh e kam menduar. Edhe e kam menduar, edhe që kam qenë jashtë shtetit, Po. i pëlqejnë gjërat e vjetra. Dhe ti e besoje që një ditë... E besoja unë se kisha vjerin shumë largë pamës. Çfarë thoshte vjeri? Vjeri thoshte do vi dita që Kalaja do rregullohet. Po do zoti, tha, mos na del ndonjë bos, ndonjë miliarder andej dhe na i merr Kalan fare. Dhe e blente gjithë Kalan? Ishte kështu ai. Ta kanë propozuar ndonjëherë të ta blejnë shtëpi? Unë do ta shes shtëpinë. Sa do e shisje ti shtëpinë? Unë te 600.000 euro. 600.000 euro? Po, Po pse do ta shesë shtëpi? do ta shes. Nuk i bëjmë dot ato shkallë me flane. Shkallët si bëjmë dot. Ne. Të gëzoj dhe unë një kuzhinë të mirë, se ka qenë pasioni im. Kuzhinën e ke patur pasion? Shumë pasion e kam patur, po atë kuzhinë po mua s'më linte muzeu, se është shtëpi e kategorisë parë. Nuk më linte të bëja ndryshime. Dhe ato shtëpi 300 vjeçare, s'ka lëvizur një gur. Unë rroj me ato pllaka. Do ishe bërë kuzhinjere? Jo. Jo, kuzhinjere, jo. S'kam patur qef për Çfarë kuzhinë. profesioni ke patur? Cila ka qenë puna e parë që ke bërë? Unë, arsimtare. Arsimtare, ë? Gjithë jetën arsimtare ke qenë? 20 vjetë. 40 vjetë arsimtare. Po. Wow. 40 vjetë, në cilin cikël ke qenë arsimtare? Unë kam punuar edhe në ciklin e lartë dhe në ciklin e ullët, po e kam përfunduar pension me ciklin e ullët. Në ciklin e ullët. E ke patur me pasion mësuesje? Shumë! Shumë. Edhe mbahesha si mësuese mirë. Po nuk të lodhe? Lodhesha, s'lodhesha. Duhesha. Po nuk beja ditar. Ditarin unë se beja. Pse? Kur na vinin kontrolën e ose drejtoresha ose nga arsimi, ma bënin shoqet e ma fusin në nder. Zbeja unë. Nuk kishe qef ta mbaje ditarin, apo ishe pak? Jo, nuk doja, s'beja, s'kisha kohë, s'kisha mundësi. Po e pregatitur isha. Nëse nuk do ishe bërë arsimtare, çfarë pune do kishe zgjedhur? E di që unë kisha qef për oficere. Oficere, ushtarake. Ushtara. Po pse? E kisha pasion vetë. Çfarë të ka pëlqyer tek të qenit oficere? Oficere, Doja t'i bëje njerëzit zap. zap doja ti. Drejtësi, pse a shumë vjen drejtësia, si këta këtu. Çfarë mendimi ke për spakun? Për ka? Për spakun. Mos ta them si Saliu edhe unë. Pse? Po qa ndorë? Qa ndorë? Që e ngri vetëm a i Durrësit e Ilit Beqe atje. Tjerë qa be? I Lili, i ke parë Monikën ti atje? Që më këndon? I ke parë veshjet e saj atje? Se a i, ja beri mire, i Grita Dumës. Qa i kuajnë ata? Kush? A i riu. Sajani?
Se Saljani? Saljani kjo e la Saljani. Kush? Grida. Po pse kanë qenë bashkë ata? Po. A i propozoj për martes në emision. Si e propozoj? Po. Çfarë i tha? Do martohem me ty. Ja tha Shqipe, mori vesh tërbota. Oh, wow. Se ke dëgjuar ti? Jo, se kisha dëgjuar. Ja, ta them unë. Çfarë i tha ajo? Qeshi erdhi në qikëzor. I erdi zore se? Se për qa e la ajo, nuk e di. Jam shkëputur, sot vetë. Është e lirë, është gra lira. Po, si djetë. Aja është dërëgovuar, ka në bjellë flokë, di ka bërdo. E pëse si ka bjellë? Se di unë, ti e di. Jo, e di unë. Pa duke flokë, që se di unë si e kishte kaptinën Të ai. pëlqenin ata si qift? Ajo është e madhe, e ka patur burr nga Berati, kushuririn e vjerës time. Zotni. Po mirë më njeriu dashuron më shumë se sa një herë. Po mire, ajo është e lirë edhe të ndrosh burrat. Ndarja së ndonjë gjë. S'është fundi i botës. Jo. Ti do ta kishe ndarë në një herë për shembull? Jo. Evangelin? Ishin kohë të tjera. Pse? Jo. Shiko, unë do të thosha këta. Kënaqësia më e madhe e jetës time është se kam 3 fëmijë të mrekullueshëm, të shkolluar, me Që mund t'i mirëqenie. përshëndesim si e kanë emrin. Është Anastas Dollani, Anastasi, Gabiola Dollani po. dhe Marcela Dollani. Dollani. I kam të Pra edukuar Anastas, të mi, Gladiola dhe Marcela. Marcela. Krenohem me nipin dhe mbesën tim që i kam këta këtu. Se ata donin shikonin Shi si qeshin këto gota, nga që ti thua krenohem me nipin dhe mbesën. që 2 fëmijët e Gladit, që sa kanë lindur e deri më sot, i kanë mbajtur vetë. Kanë studiuar me të gjyshin, në fillore i kam mësuar. Dakord, jam shumë e bukur, do me thënë ti e ke mbajtur familjen për fëmijët. Po dhe jo, E ke mbajtur për e fëmijët. kam mbajtur. Pse të kishte qenë për ta divorcuar, mund ta kishe ndarë? Po, Kur? ishte kjo kohë Po, në vend. e kishe ndarë, ë? Së është gjë e madhe të ndahesh nga burri. Nuk është puna se do gjesh tjetërve, ato as si kemi ne ato. Po çfarë? Po, do isha ndryshe. Po pse, pse do ishe ndarë? Po do Jep isha. një arsye. Nga pia, asgjë tjetër. Nga që ka Se pirë? ka qenë, po të them, studenti shkëlqyer, i shkëlqyer që ka ashtu edhe pedagogët kinezë, e qa kishe pedagogë të tjera i, kanë lënë mendje. Edhe Kaq vinte se kështu, i mullosur. Vetëm se e shtynte shoku kështu dhe futesh e brenda. Vinte brenda e mbush ato drasat e mëdhaja, plot. ka Ka pat, thënë 3000 emra bimësh shqip dhe në mënyrë shkencore. Latinisht, 3.000. Ata mbetën i tjetër. Ti ke pirë ndonjëherë? Ja, kur. Pse? S'kam qefën të pi. Kurse tani, po s'është se beshe, E mban, po. tani Si e njohet ti Evangelin? punonin bashkë, Ku? në Sinj, Ku në? në Sinj. Në Sinj. Ke vajtë në një? Ka qenë çka ka pasur aty shkollë? Shkollë, shkollë, paftal, Ai Sinj. çfarë ishte? A ishte drejtor paftal. Hajde, do këthemi ne? Ishte Apo drejtor. në Po të veç shtëpia, bro. Po shpinë e kemi andene. Po çfarë zolle deri këtu ti? Të shkojmë te pamja. Jo, Shohim pamje hajde, këtu. rëkthejmë. Hajde dalim. Po tire, do t'i bjem pasaj do vemi në shpi. Po, pra, po. Shumë faleminderit. S'më ka dhe njeri lule, vetëm fëmijët. Vërtet? I ke patur qef lule? Shumë, po tani s'kam asnjë. Nuk të pëlqejnë më lule? Po s'kam se mi tham dimri, dhjetori mua. Mi tham, dhjetori. Ke dashur që të ta jep të Evangjeli një lule? Po, kam dash. Ja ke thënë ndonjëherë? Se si dinte, thua? Ë. Po i dinte, a ishtë. Mendjen e ka shumë të allaj. Se ka lexuar shumë. Po që flika që?
Para martese, po. Po pas martese? Ja, Nuk të ka të rrethuar asnjëherë. kur? Mirë, ka qenë burë simpatik. A pra, Ka tani. qenë simpatik. Po mirë, ai nuk po të tjerat i afroheshin? Pse si afroheshin? Është i nxjeti të tëra, laço. A Evangeli ku ta dëgjoj këtë do shkrihet gjana. Pse? Ama më thua një histori të Vangelit. Jo, Nuk e ke kapur Po, jo. asnjëherë me ndonjë? Jo. Se juan martuar, zbendek. Po më përpara? Është i... Më përparë që mi ka të reguar vetë se unë sëruaj Evangeli. Dëgjoj, po ti ishe e virgjër kur u martove me Vangelin? Po. E Po virgjër. ku kishte qupa jo të virgjër atje. Ose do qepeshin. Se ka dhe në atë kohë qepeshin, Edhe në në atë Durrës. kohë qepeshin? Po. Shkoje në Di Durrës për unë të një. qepur? E? Shkoje në Durrës për të qepur? Po. Njera që ka bajtur, ka qenë në Durrës si është qepur. Wow. Po. Jo tani që është berë, thonë të tëra këto, s'kam asnjë, s'kam asnjë, s'kam asnjë. Po janë të qepura. Ajo që do është e qepur dhe mos e diskuto këta. Di unë një e di unë. Çfarë moshe ka ajo sot? Kush? Kjo që është qepur në atë kohë. Ere. Ere. Është e re, tani flas apo? Jo. Tani sa vjeç mund të jetë kjo? Sa vite para bëhet fjalë? Ore, sa vite. Po si e dëgjove ti që u qep ajo në Durrës? Po, e di unë, se ishte shokë e ngushtë që pëstima. Po mirë, për herë të parë, dihet ti si të bëhet dashuri? E? Dihet ti si të bëhet dashuri për herë Po të parë? dinte biologu, re. A, dinte biologu. Këto që dolën tani, këta homot e qara këta, i dinte këshu. I dija unë që në atë kohë. I dihet ti? I dija. Ke turist gej që të vinë tek Sa të duash. Sipret? E me bibelino vinë. Si me bibelino më? Jo, vinë plejt me bibelino, jo. Pare, ka. Sipret, i paragjykon apo si? Jo, shumë të ka njëtë në tiras. Edhe njeri u tim tjetë, kur nuk paragjykoj njeri u. Po njeriu pranon më shumë kur është në moshën tënde apo kur është më i ri? Jo, kam filluar, janë ndërgjejsuar. Janë ndërgjegjësuar, ë? Po, janë ndërgjejsuar. Po, dëgjoj. Po mbesën tënde e këshillon për gjëra dashurie? Qa thot kë? Ata i din që sa lindi në vezë, kjo thot. I din mirë, ë? I dinë, po tani është bote e internetit e Flore. Është ndryshe koha, Ja, Vasilika. të tëra i din. Të gjitha. Nëse do të pyeste ty dikush për sekretin e dashurisë, çfarë do i thoje ti? Sekretin e dashurisë? Po qa të them unë tani ti sekretin e dashurisë? Nuk duhet të bini me një denk. Duhet të lozësh. Pas lozës, lindi mjenja. Dakord? Burin e kisha artistash. Se kur lexon dhe i di të tëra, se ta lexonin edhe librat verdh në atë kohë sa duash. Çfarë është libri i verdh? Librat Ortelasi me shok. Pse ne s'lexonim atër? Lexoje? Ua, që lexoja? Apo revistat që vinin. Alo, Hello. Hello. Ua, i përshëndet që të gjithi, e pa parë, e pa parë. Dgjoj, çfarë do kishe bërë ndryshe ti në jetë? qa do beja ndryshe? Po. Do vazhdoja shkollën. Shkollë, vetëm shkollë. Për çfarë do kishe studiuar? Po tani, mua më doli në universitet atëre. S'kishim gjendje të vagonim. E bursën time e mori një skraballi pase. Po unë e vazhdova, unë për 3 prodhime e lash biologi kimin. Pse ajo të pëlqeu? Jo. Nëse më Pa ajo pëlqen. të doli. Jo, ajo ishte këtu me korespondencë. Po oficere nuk të erdhi kur mundësia do ta bëje? Jo, as nuk e kërkova, po kisha undëshi. Kështu që... A ka patur në lagje njerëz të cilët janë larguar, që nuk jetojnë më në Kala? Sa të duash. I të merr malli për ata? I mungojnë ata Kalas apo? Po ka nikur Ajka e Kalas. Më tepër ka nikur në Tiranë.
sidomos aty tek ajo lagja që s'ka shkolla, ja. Qa është bërë ajo? Lagja e Astiri. Astir. Kanë shkuar tek Astiri? Atje janë shumë. Ka, në çdo vend që nuk ka. Po ka nikur. Kush ishte i mençëm ikur. Ne daruanim shtëpi. Po jashtë nuk mendove të shkoj asnjëherë? Po. Ku? Kam një shoqe aty, është e pamartuar dhe sot, ajo kishte lipin, Macedonisë se me 3 fëmijë dajti ikim. Ku të shkonit? Në Itali. Po pse 3 fëmijët? Po 3 fëmijë kisha unë. Pa burrin? Po burri s'donte se do mbante kullat e beut. Kështu që Pse nuk pranove? nuk pranova se kisha frikën vetëm te fëmijët. Edhe unë ja prisha asaj. Hajde Flori, kthehemi. Do kthehemi tani? Kthehemi, se dhe Evangelin se vura. Qa se vure Evangelin? Se vura ndjenin fare, se si vajti ushtri. Ja thua gjithmonë se ku shkon? E kam në edukat. Më thuaj një gjë që ja ke mësuar fëmijëve të tu. Që ti mendon është gjëja më rëndësishme në jetë. Me rëndësishme, kam thënë, unë fëmijët i kam patur të shkëlqyer. Sidomos Gladiola. Gladiola ka qenë. Ka tamam ato të Evangelit. Genet e Evangelit. Ka qenë absolute. Çfarë i ke mësuar? I ka mësuar vetëm mësim. Mësim dhe në zgjedhjen e shoqërisë. Të jenë të zgjuar në zgjedhjen e shoqërisë. Dhe që të 3 fëmijët, ata kanë bërë. Pra shoqëria ti mendon që duhet zgjedhur e mirë? Po. Sa më shumë të zgjedhësh shoqëria, aq njeri besh, them unë. Aq njeri besh. Edhe mua shumë kanë dalë. Është e vërtet kjo. Sa shoqet mushta ke patur ti në jetë? Në jetë, Ose shok? shok, nuk është se kam patur. Po shoqe kam patur një në Peshkopi, se vitin e parë pedagogike kam bërë në Peshkopi, se ka qenë notra atje. Pastaj, erdha këtu në Berat, vitin e fundit e bëra në Korçë, se unë mbyll pedagogika këtu. Po. Shoqe kam patur, edhe i ruaj, shumë. Sidomos me koleget, jam bërë. Me koleget e bërë? Po, po. Pjesa me e madhe më ka vdekur. Ke qartë i Vasilika? Shumë. Çfarë? Për çfarë ke qartë? Kam qarë, varet. Qa problemi mund të ketë patur, por kush vdes e kush të muret, bem keq. Bem shumë keq. Të mërzit? Po, bem keq e vuaj. Ke një amaneti? Kisha amanet. Edhe ja kam lënë kësaj shoqes amanetet. Çfarë amaneti? Amanetet i kam thënë fëmijëve njerë. Dua, unë nuk do t'ju shikoj, dua që 3 jini të keni dashuri deri në frymën e fundit. Me njëri tjetrin. Se kam atë çupën e vogël është një çik shuaj, ti nxarri, ka ngjarë gjyshes ajo. Aha. Po, për vëllan dhe për motrën, bile më thotë shumë, i kërkove anit ndonjë për qunin, ndonjë gjë, leka, atë se diskuton ajo kur, nuk të vime. Atë lajt i përgjigje mund, që e shumë mirë. Po dhe ata janë shumë mirë, shpi kanë blerë shumë mirë janë, po s'ka lek të kësaj. Por para shumë viteve, në shtëpinë tënde, ka qenë një person i cili ka jetuar tek ty. Kush është ai? Mban mend, e kam patur unë histori në program. Nga Vlora? Jetim në mos gaboj. Jetime, Jetim. shiko, Prit, kam patur një personazh që më ke shkruar ti mua atëherë. Që më po shkruajti në shtëpia Facebook. jonë ka patur shumë të deklasuar. I sillnin të
shtëpia jonë që flinin. Ishin markagjonët, ishin dhe ata të Petrelës. Që kanë ardhur edhe kanë Po, jetuar kanë në shtëpinë denjtur në shtëpinë tonë. Kanë denjtur. Aty janë sreuar dhe Gjermanë të shtëpia ime. Edhe Gjerman ka patur Po, të shtëpi? ishin 18. Gjerman? Gjerman, ku i ke ishin mbajtur? ushtarë të rinj, tek ajo dhoma e madhe andej. Gjerman kanë bërë edhe një banjë lartë, është edhe sot ajo, po nuk e kemi funksionale tani për tani, se kanë mbushur gladi me karige. Po si i mbajtë Gjermanët? I mbajtin mami dhe babi, ata kishin shpinë, unë isha e pamartuar. Po. Isha e re, në 24-ën, vjera ime ishte shtatzane. Po, ka qenë e bukur, ka qenë e mirë shumë. Le babi, ju. Po, ka qenë shtatzane, edhe ata ishin kaq, se kishin dhe gjyshen. Ato i gatuanin, filluanin dhe të gatuanin. Për ata, se ishin djemë të rinj, edhe kanë kaluar kaq mirë, sa ti se merë me mend. Edhe kur kanë ikur, kanë qarë, tregon mama me. Gjermanët, ë? Gjermanët, po. Wow. Por njëkohësisht. Po. Te ka e dhoma poshtë e kendi, e ke parasishti? Ti e ke patur shtëpinë shumë të madhe dhe unë kam vite që s'kam kaluar. Aha. Po ti ne jemi ullur, kemi bërlogje. Aha. Ma hoqe fillin se edhe Po, në demenca atë? po pëmsaj. Po. Në atë shtëpi, kanë dhejtu brigada shtatë sulmose. Gjin Marku, Fjeraku, Gjin Marku. Po. Ai që dashuron të Teftën. Kush ishte Tefta? Tefta ka qenë një partizane Kristaqi me Teftën, me mbiemër, edhe vinte deri te Avllia ai, takoheshe me ta dhe ikte. Në fund nuk u përfunduan. Pse? Nuk e di. Edhe ata kanë qëndruar në shtëpinë tënde? Ata vinin nga shtëpia e Afroditës, babi për të natën, hapi një dritare të shtëpia e tyre që vinin jo nga porta kryesore, po vinin nga brenda shtëpisë. Që të takoheshin të dy bashkë? Jo, flinin Vetëm që të flinin aty. partizanët atyre. Partizanët. Edhe Gjermanëve thoshe mama, asnjë si vllajti mendje se këtu hyn njerëz që poshtë në kur nisesh për në kala, e deri këtu ishte tër milicë. Wow. Lembe milicë. Dhe asnjëherë nuk menduan që në shtëpinë tënde? Ja. Sa interesant. Bile mema, po vetëm se ishin çuna të rinj, do ta diqte shtëpinë që të digjeshin brenda. Wow. Gjermanët. Gjermanët që po rinin tek ty moj? Po, Po pse? po do vinte ushtri e madhe, na iqnin ata njerëzit Dhe e nëna shtëpisë mendoi që të diqte shtëpinë bashkë me gjermanët brenda. bashkë me Gjermanë. Dhe pastaj, djemë të rinj të sakatoj me ne po sillen shumë mirë, ham bashkë dhe im bashkë. Çfarë mësove nga gjermanët ti? Sa vjeç ke qenë ti në atë kohë? Po ç'ne unë? Ti s'ke qenë, ti ke qenë po vrat. Po, unë them 44-ën, Po, mama po. e ishte shazam me Evangelin. Kështu që kjo shtëpi është veç muzeale, është shtëpi patriotike. Tani, kur unë kam patur një intervistë përpara shumë viteve, mua më ka ardhur një mesazh nga ty. Messenger. Për një djalë jetim, ose për një djalë që ka qenë i vogël. Po unë tani duhet ta hap se ku ka qenë. Pe kush është? Se mban mend ti? Jo, nuk e mbaj mend të kem shkruajtur. Që familjen që ti ke përmendur tek intervista ime tek Pushime on Top, ai të ka thënë që ka qenë nëna ime, nëna dhe babai im, kur janë larguar nga shtëpia dhe unë kam qenë i vogël. Kam treguar ma që ka treguar qenë ai ushtar i vogël që ka qenë, Prit, ma tregon tashin çik si historia, atë dhe ta mbyllim. na troket njërë në derë. Para sa vitesh? Po, nuk e di, Evangeli duhet ta di sakt. Ka, 10 vjetë po njërë, ka. Erdhi dhe pa ndihmën asnjë njeriut gjeti shtëpinë. Wow. E Një mban- person, ë? Një person.
ishte i mas në mosh. Edhe e gjeti shtëpinë, u fut brenda, filloi tregonte, kjo është dhoma ku kemi fjetur neve, tha. Se dinte frëngjisht ai dhe frëngjisht ja përkthente Gladi mbaj mend tu. Po. Kështu ka qenë. Edhe tha për shtëpi, tha, piju me Vangeli Mberi. Sa vjeç ishte pak a shumë? Fatkeqësi. Nuk e di sa vjeç ishte, po i mas në mosh ishte. Edhe më tha mua dëgjoj, ti lodhe shumë me këtë shtëpi, tha. Unë do t'i ble këtë shtëpi dhe ti para do t'i kesh kështu dhe një dhomë për vete do t'a mbash. Po ishte fatkeqësi e madhe, kur iku kym për në Gjermani, zbriti nga aeroplani, aksident mete, na meri biri ti në telefon. Se si duke do ketë patur pak goja i. Edhe na merë në telefon që babaj mbaroi aksidentalisht. Kështu që fati Ti nuk e shit e shtëpi. do ta shes, po pres, për ta shit. Prapë në shtëpinë ti. Po jo, moj, ka qenë një djalë tjetër, një që ka treguar historinë e tij dhe ti më ke shkruar. Dhe ai më ka shkruar dhe ka kërkuar të bie në kontakt me ty. E mban mend? Jo, se mbaj mend. Ka qenë një djalë, ti e ke patur në Facebook, si e ke patur në Facebook emrin ti? Djalin tim s'ka. Jo, ti moj, ti vet, ke patur Facebook po? Kam, Si e ke, Vasilika Dollan. Vasilika? Dollan. Unë s'para shkruaj. Më ke shkruar mua, më duket shumë vite më përpara, po. Dhe personi më thot, të lutem dua të më lidhesh me Vasilikën, basi kam dhënë intervistën, sepse ti ke përmendur një familje aty. Po. Dhe personi, Në rregull. Ata kishin vajtu te muzeu, te Gladiola, dhe ishte një nga ata çunat, ishin 2 çuna, të Markagjonëve, të Tepelenas. Ikën nga shtëpia dhe urrëzua makina dhe ata pësuan tragjedi. Këta 2 çuna tani, që na i tregoj ky që erdhi, njeri ypi në pemë, jo ypi, po e flaku makina në pemë dhe egzistoj kurse tjetri vdiq. Rrugës për në Tepelen. Kështu ka qenë. Edhe vjen vllai që e jetoj. Vete takon Gladiolën, tha dua të vi, tha, të shikoj, tha, shtëpinë e Cas Dollanit që unë kam fjetur. Edhe të regoj këtë, pa tjetër Gladiola. E më kam thënë që do vinë si vjetë prapë, se do na japi. sa ke pritur, Shiko, do ta mbyllim intervistën bashkë? Po. Ti falenderojmë Po në nuk do njerëzit. vini në shtëpi? Unë do iki tani se janë Po vonë. një kafe, një likon. Pa tjetër, ndoshta, po jo vetëm mua. Kushdo nga ata që na kanë ndjekur, shkoni dhe kërkoni shtëpinë e Vasilikës. Mu në hyrjet Kalas. Dollani, thuaj, mësuese Vasilikës edhe kaj. Bravo, Dollanit, shtëpinë e Dollanëve. Vasilika, ti ftoj njerëzit unë që të më ndjekin në kanalin tim të YouTube-it, ndiqni kanalin e YouTube-it Flori Gjini për intervistën e Vasilikës dhe jo vetëm dhe shumë intervistat të tjera dhe mos harroni që të bëni subscribe të kanalit dhe të jepni like. Me atë tënden s'kam betur njeri pa lexuar. Nuk e di kam bërë like apo jo se di. Se më merrni në telefon. Të merrni në telefon. Po ndërkohë mos harroni që të më sugjeroni personazhe të vërtet, real people si Vasilika që unë ti të mundem ti takoj dhe ti tregoj për ju. Takojmë në episodin e radhës, gjithë mirat e dua fort. Nëse të pëlqeu intervista, ndaje këtë video me miqtë e tu dhe mos haro, bëj subscribe në kanalin e YouTube-it Flori Gjini.